është përcaktuar performanca e çdo drejtuesit mjetit, kjo në funksion të rrezikut që ka ai gjatë lëvizjes në rrugë dhe shfutur ligji. Ka marrë gjoba apo ka aksidente? Gjoba, aksidente, sepse gati të dyja këto janë, domethënë tregojnë një rrezik ose mos zbatim të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjoba për parkim kanë marrë të gjithë, pa diskutim. Absolutisht, por nuk... Edhe ta hash një lloj me atë aksidenteve që nuk shkon. Jo, ajo gjoba e aksidenteve ka dhe një element tjetër të dytë. Përveç elementit të parë që i regjistrohet atje, atëherë nëse është çështja penale, edhe sikur të plagosje lehtë, prokuroria është detyruar ta çojë për të marrë mas plotësuese pranë komisionit përcaktuar të qarkullimit rrugor. Pra në këtë këndvështrim këto janë më të rrezikshme në raport me këto gjobat e parkimit që po flasim. Sa ndikon në fakt historia e aksidenteve në rritjen e kësaj pagese? Faktikisht nuk mund të jepet një element i saktë sepse janë disa koeficientë. Janë disa koeficientë të cilat zgjidhin në funksion të historikut që ka gjithkush nga ne të regjistruar për gjatë drejtimit automjetit. Sa ndikon fuqia motorike e makinës ose themi mosha e këtij që ka bërë aksident, shoferit, ose eksperiencë që ndihmon? Pra, në këndvështrim edhe bota e ka që një shofer i ri sapo ka marrë lejen e drejtimit, ai ka policën e sigurimit e ka me risk të lartë, sepse akoma nuk është ambientuar, nuk është kthyer në një rutinë, lëvizja e tij dhe është krejt normale.